atëre sa po ka nisur starti I takimit është Albizajti Allushi pret goditja. Janë përsëri futbollistët e skuadrës Sporting, një takim mjaft I rëndësishëm pret goditja. Rrezikon skuadra Sporting luhet gjysmë finale midis skuadrës FC Dyllës dhe Sporting. Një takim mjaft I luftuar deri në fund, duhet dyer nga 20 minuta mbi moshën 35 vjeç, një kampionat që luhet për herë të parë tek shtëpia e futbollit. Shikojmë çfarë do dhurojë ky takim. Shikojmë një futbollist e skuadrës FC Dyllës, është Lamaj. Ndoshta e ka kaluar dëmtimisht goditje këndi. Topi është devijuar në Rivania Anësore, që shkon për skuadrën e FC 12-s. Leshi. Albizajti. De Gremeni, krahun e djathtë. Janë futbollistë e skuadrës FC 12-s. Lamaj. Kërkon apëshim për goditje, jashtë kuadratit, viret në shënjesër porta e skuadrës FC 12 me këtë fillim të takimit janë vetëm 2 minutat e fillim pjesë së parë. Rezultati është I bardhë 0-0. Skuadra FC Sporting ka këtë 11 që në port Koqiu, Gjafa, Doda, Lamaj, Hoxha, Halili, Qiba, Kristo dhe Sheu. Apelon krahun e majtë. Doda. Këllën ta qarkullojnë topi futbollistët e skuadrës Sporting. Lamaj. Pret pasimi I tyre. Apelon krahun e majsh. Koqiu, një pikë fort tek porta e skuadrës Sporting. Kërkon top të gjatë. Allushi me kokë. De Gremeni. Allushi, presidenti I skuadrës FC 12-s. De Gremeni. Albizajti. De Gremeni. Kërkon ta qarkullojë skuadra FC 12-s. Lamaj. Allushi. Albizajti. Goditja jashtë kuadratit. Mundore për skuadrën e Sporting. Doda. Koqiu. Gjafa. Kërkon top të gjatë në yret të zonës. Është Qajti. Pashkaj. De Gremeni. Allushi. Qëmër Allushi. Kërkon pasimi tek Lamaj. Janë futbollistë e skuadrës Sporting. Ka qenë lau, ka qenë përsëri gardiani I portës, ka qenë pikërisht Pashkaj, Lajdi Pashkaj, që ka devijuar topin. Albizajti. Kërkon përsëri krahun e majtë, aty ku është Zefi. Përsëri Zefi. Albizajti. Kërkon goditjen jashtë nisë fundore për skuadrën e Sportingut. Ka ju në fushë lojës me City. Dërsa ku me City. Lamaj. Albizajti. Albizajti kërkon triplimin. Pret pasimit tje ka volluar shumë aksionin. Zefi. Albizajti. Zefi. Është kthyer tek Lajdi Pashkaj. Gardiani I portës FC 12-s. Top të gjatë me City. Apelon krahun e majtë Doda. Kërkon ta qarkullojë topin futbollistët e skuadrës
Sportingut. Gjafa. Lamaj. Continua triblim. Ka fituar këtë rival janësore. Skuadra e Sporting në krahun e majt është Hoxha. Gjafa. Albiza Dajti e ka vonuar aksionin. Kthehet me njërë skuadra e Sporting. Zefi. Goditja e dënimit shkaktuar nga Leshi. Është kjo goditja e dënimit për skuadrën e Sporting. Do të jetë Gjafa edhe Doda pranë goditja. Ka qenë to i preku tek shpina, loja vazhdon. Është goditja dënimi përsëri për skuadrën Sporting. Doda. Pritet kjo goditje e Dodës. Ka dhe një pasim të shkurtër. Ka goditje, është devijuar nga Leshi. Topi ka dalë janë visa anëtësore për skuadrën e FC-Dynit Zefi, me City, Leshi, Zefi, në krahun e majtë, me City, topi ka dalë jashtë visa anëtësore për skuadrën e Sporting. Vetëm 8 minutat e pjesës së parë. Rezultati është i bardhë 0-0. Këtu në shtëpinë e futbollit luhet gjysmëfinalja në kampionati 5x5 për moshat mbi 35 vjeç. Duhet për herë të parë prit goditjet, ka një rast mjaft të mirë e çka ka shpërdoruar skuadra Sporting. Zefi, Albizajti, Zefi. Në korridorin e Albizajti, rival janësor shkon për skuadrën e FC-Dynitës. Ishte Dervisha, numri 5 i skuadrës së FC-Dynitës. Shikojmë çfarë do të rrojë kjo goditje. Dervisha, me City, prit pasimi tja. Rival janësore, prekuper të fundi nga mes, nga Dervisha. Doda. Hoxha. Kanë gabuar pasim. Albizajti. Lamaj. Rrethon nga dy fund Zefi. Apelojnë krahun e majtë ku është Gjafa. Zefi. Është goditje dënimi për skuadrën e FC-Dynitës, Zefi. Lamaj. Albizajti. Lamaj. Zefi. Albizajti. Lamaj.
Ka qenë portieri Kociu, i cili ka larguar topin në formë sparkate, arrive nësore, shkon për skuadrën e FC 12-ës, 11 minutat e pjesë së parë, vazhdon rezultati tjetë i bardhës 0-0, edhe pse me një farë e përset të skuadrës FC 12-ës, nuk ka rritur tot të gjerë rrugën e rjetës. Lamaj, godit e këndi, është Dervisha që ngacmon Doda. Pashkaj. Albizdajti. Lamaj, a i ku mja buku i mod Lamaj. Lamaj. Ka qenë Dervishaj. Kështë gjitha mundësit që të godiste portën. Nuk të kishë rezikuar skuadra e FC 12-ës. Albizdajti. Kon goditje. Jashtë kuadratit. Fundore për skuadrën e Sporting. Lamaj. Hoxha. Apelon e karon e djatë, janë futboliste skuadrës Sporting. Kërkon topi ka dalë jashtë visë fundore për FC 12-ën. Pashkaj. Zefi. Zimon Zefi kërkojnë fanel të kuqe. Lamaj. Dervishaj. Zefi. Përsëri Albizdajti. Pret goditje Lamaj, ka goditur. Ka qenë dhe Kociu, i cili ka devijuar. Goditje këndi për FC 12-ën. Dervishi. Ka goditur të gapuar. Degremin ishte më brënda. Dervishi. Albizdajti. Pret goditja. Ka qenë Zefi, i cili ka devijuar topin. Shë rasti më të mirë skuadra FC 12 me Zefin për të realizuar golin e parë. Janë futbollistë të Sportingut. Albizdajti. Gol 1-0 për FC 12, ka qenë Zefi, cili ka gjetur shtyllën pingule në krahun e majtë të portierit Kociu. 1-0. Minutën e 14 Zefi bëhet. Zero. Zefi 14. Përsëri janë futbollistë e skuadrës Sporting. Kociu kërkon top të gjatë. Është larguar nga Degremeni. Albizdajti. Degremeni. Ja, më të qetë më të saktë futbollistë e skuadrës FC 12 në këto momente pas shënimit të golit Zefi, autori golit të parë. Albizdajti, Zefi. Ka gabuar pasi. Ka qenë Degremeni. Janë gjyqtarët që kanë dhënë një faul për skuadrën e Sporting. Shkojnë çfarë do të kjo goditje. Rezultati është 1-0 për skuadrën e FC 12-ës. 15 minuta lojë pjesë së parë, edhe 5 minuta në përfundim pjesë së parë. FC 12 1-0 skuadra Sporting.
Jashtë kuadrati. Është godit e këndi për Sporting në krahun e majtë. Duke është devijuar. Ka qenë Leshi. Jashtë visë fundore. Zefi. De Gremeni, Albizdajti. Këtë e shtylla pingule, ka qenë Leshi, mja bukur. Topi ka prekur shtyllën pingule në krahun e djathtë. Për sëri janë futbollistët e Sportingut. Është Doda, Hoxha, gasuet nga Lamaj. Ka një top të saktë. Zefi, Albizdajti. Rivenansor shkon për FC 12 në krahun e djathtë Lamaj. Albizdajti. Zefi, Albizdajti. De Gremeni. Kërkon krahun e majtë nxitohet. Duhet të viste pa top Leshi. Halilaj. Apelon në krahun e djathtë tek Doda. Përsëri Doda. De Gremeni. Lamaj. Gjithmonë Lamaj. E ku mja fort Lamaj. Ka karton dhe penalti brenda. Shikojmë. Jashtë zonët të gjyqtari kryesorit takimit. Gjithsesi e ka goditjen. Lamaj një lojtar i shpejt, teknik, problematik për skuadrën e Sportingut. Shikojmë presidentin e skuadrës FC 12, zoti Sajmir Allushit. Do të jetë ai godit apo jo? 5 ma distancën e dur, gati 5 metro. Shikojmë që do të marrë përsipër Sajmir Allushi këtë goditje e dënimit. Do të jetë një pasim dysh, është Lamaj, pasi duhet të këmbaj majtë për gjetë kuadratin e portës. Shikojmë çfarë do ndodhuroj. Ka goditur, për ka qenë një skemë mjaft e mirë për skuadra FC 12, disë Lamaj dhe Albizdajti. Doda. Halili. Kërkon top të gjatë. Dhe Halili. Lamaj. Apelon në krahun e majtë tek Albizdajti. Kërkon si për goditje. Albizdajti. Bëjë dënimi. Prej karton. Ka janë pa përmbajtshëm në futbollistët e skuadrës FC 12-s. Shikoj çfarë do ndodhuroj kjo goditje e dënimit për FC 12. Rezultati është 1-0 për skuadrën e FC 12. Goli është shënuar minutën e 14 nga Zefi. Allushi si gjithmonë. Pranti është Albizdajti. Nuk më vesh përdoroj një rast të pastër për shënim. Ishte Lamaj që nuk e kuptoi. Është mbylli 20 minuti i pjesës së parë me rezultat 1-0 për FC
12 pasi një pushimi të shkurtër, do rilidhemi përsëri për pjesën e dytë. Deri atëre, miru pafshim. Sa do ke pjesa të të shumë? Lala. Sa minuta ke dhënë? Maroj ka që 5 minuta pushim. Fillon prapë. Në zimë do ullë këtu si s'ka njëri kohë. Pritet starti pjesë së dytë, ku pjesa e parë u mbyll me rezultati 1-0 për skuadrën e FC 12-s. Luhet të gjysmë finalja midis skuadrës së FC 12-s dhe skuadrës së Sporting. Një pjesë e parë pothuajse është dominuar nga skuadra e FC 12-s, edhe pse skuadra e Sportingut edhe ajo në disa momente është afër portës, por nuk ka gjetur kuadratin e dur. De Gremeni, Zefi ka dhe pasim tek Alushi, kërkon Albizajti, kret goditja, ka goditur jashtë visansore. Është minuta e parë e pjesës së dytë, rezultati vazhdon të jetë 1-0 për skuadrën e FC 12-s. Lamaj në këtë goditje këndi, Alushi kërkon të majtën e tij. Albizajti, Zefi, Lamaj kërkon tek De Gremeni, për pasimi sa nuk ka rrezikuar skuadra e FC 12. Një skeme shkëlqyer fantastike. Semir Alushi ishte pranë golit të dytë, por në momentin e fundit ka rrëshqitur. Doda, Haxha. Vazhdon loja. Skuadra FC 12 të bëj spektakël, pasime të sakta. Hoxha, Lamaj, nivelin ansor shkon për skuadrën e FC 12-s. 2 minutat e pjesës së dytë, 1-0 për FC 12-s. Zefi, Pashkaj kërkon top të gjatë tek Albizajti, prit goditja. Ka qenë Koqiu, një shtyllje fort për skuadrën e Sporting. Prit goditja përsëri dhe përsëri ka qenë Koqiu që ka devijuar topin. Ka fantastik ka qenë goditja e presidentit të skuadrës FC 12, zoti Semir Alushi, në atë kthesë. Fantastik, po aq bukur ka qenë dhe gryshtimi i portierit të Koqiu. Zefi. E goditja për si Albizajti. Vire tashmë në shinjesë porta e skuadrës së De Gremeni. Ka qenë Zefi që ka devijuar në goditje këndi.
Janë 3 minuta të pjesë së dytë. Vazhdo rezultati të jetë 1-0 për skuadrën FC 12-s. Duhet gjysmë finalja. Shikojmë cilat skuadrat do të kalojnë në finale. Pritet të ju në fushën e lojës topi 2. Pasi ka dalë. Topi i lojës ka dalë jashtë rretinave. Goditje këndi për skuadrën e Sporting. Përsëri goditje këndi devion nga Zefi. Lamaj. E ka shpërdoruar me City një rast mjaft të mirë për FC 12 për të realizuar golin e dytë. Shpërdoron edhe skuadra Sporting, ishte drejt barazimit. Pashkaj, Degremeni. Lamaj. Është rëzuar në gapuar. Duhet karton. Ndoshta mungojnë kartonat e gjyqtarët edhe pse janë 2. Me ato ndryrë të gabuar që s'ka lidhje fare me futbollin. Gjithsesi vetëm një goditje dënimi për skuadrën e FC 12 në distancë rreth 20 metra, pothuajse ballore. Arbizajti. Rivenanzore për Sportingun. Dado. Damaj. Shipa. Për pasimi. Barazini. Ka barazuar skuadra e Sportingut. Një me një. Mirja Beli. Një me e ka qenë Doda që ka realizuar golin. Rivenanso shkon për FC 12. 6 minuta lojët pjesë dytë. Ka barazuar skuadra Sportingut. Leshi. Zevi. Janë futbollit e Sportingit Doda. Rivenanzore shkon për skuadrën e FC 12. Rivenanzore shkon për skuadrën e Sporting. Një me një. Doda, autori të golit për skuadrën e Sporting. Leshi. Pashkaj,
Aperon kraun e djathtë, Lamaj. Halili, për goditja. Lamaj, Zevi. Albizajti. Ka qenë Leshi i cili ka kapuar në Rivania anësore. Janë 9 minutat e pjesë e dytë, vazhdon rezultati të jetë i barabartë 1-1, ka arritur të barazojë skuadra Sporting. Fundore. Pashkaj. Leshi. Leshi. Dervishi. Dervishi. Zefi. Albizajti. Lamaj. Goditje këndi. Albizajti. Zefi. Venanësore për FC 12-ën. Po që përballë ka një kundërshtar mjaft të organizuar. Lamaj. Kërkon godase. Zefi. Është topi më mbrapa. Zefi. Albizajti. Fundore për skuadrën Sporting, Koqiu. Dervishaj, Zefi. Dervishaj. Lamaj. Ka gabuar pasimi a futbollistë Sporting. Prit goditja jashtë kuadratit. Pashkaj. Zefi. Dervishaj. Prit goditja. Albizajti. Në kraun e djathtë Leshi. Goditje këndi shkon për skuadrën FC 12-ës. Zefi. Albizajti. Përsëri Albizaj pritë goditje me të majtën jashtë kuadratit. Koqiu. Ngasmen futbollist e skuadrës së FC 12-s. Edhe mbrojtjen Zefi. Goditje këndi. Shkon për skuadrën e Sporting në kraun e majt. Ka një rivali ansor, jo goditje këndi. Halili. Pyte. Dy me një për Sporting. Pe pasoj skuadra e FC 12-ës. 2-1. Edhe pse është minuta e 13 e 7 minuta. Këtë goditja.
De Gremeni. Albi Zajti. Lamaj. Është Lamaj në këtë goditje. Shkojnë çfarë do të thotë kjo goditje. Janë befasuar skuadra e FC-s nga Sporting. De Gremeni, topi është devijuar nga muri. Leshi. Rivanian Sore. De Gremeni, Lamaj, Albi Zajti, De Gremeni, Leshi, Zefi edhe rjet 2-2. Ka qenë Zefi, 2 gol që Zefi, minuta 15 minuta lojë, që varëzon gjithë shka. Me 2. Janë futbollistë e skuadrës Sporting. Lamaj. Apelon krahun e djatë ku është Zefi, autori 2 golave për FC-s. Leshi. Lamaj. Jashtë kuadratit. Harrojnë të kthehen në mbrojtje futbollistë e skuadrës FC-s. Albi Zajti. Doda. Kërkon Halilin. Gjithmonë Doda. Rivenianësore për FC-s. Edhe 4 minuta nga koha e rregullt, rezultati vazhdon të jetë i barabartë 2-2, gjysmë finalja. Për moshat mbi 35 vjeç. Është luajt për herë të parë ky kampionat. Lamaj, Albi Zajti. Lamaj. Prit pasimi Lamaj. Zefi. Pasimi ishte mjafti i saktë, por jo i Albi Zajtit. Ndoshta një hap më para mund të kishte rrezikuar golin e tretë Albi Zajti. Koqiu. 17 minuta lojë. Vazhdon rezultati të jetë 2-2. Doda kërkon krahun e majtë nga sprejnë futbollistë e skuadrës FC-s. Shpëton për mrekulli porta e skuadrës FC-s. Ka qenë Kristo me kokë, ndoshta me pak qetësi dhe mund ta kishte goditur portën e skuadrës FC-s. Albi Zajti. Zefi. Këtë goditja ka grushuar portieri Koqiu, rrezikon FC-s. Po ka një pikë të fortë që është gardiani i portës. Ndoshta me këtë rezultatin e barabartë do shkojë drejt pikës së bardhë. Allushi. 18 minuta lojë. De Gremeni. Albi Zajti.
Zefi. Ishte pra golit të tretë. Nuk e ka shfrytzuar siç duhet. Jashtë kuadratit. De Gremeni. Albizajti. Lamaj. Doda. Gjilon Doda. Pret pasimit tia. Albizajti. Ashtu si që kemi teksuar. Është goditje këndi. Gasprojnë futbollistët e skuadrës e FC 12 pritet goditja. Rivenian Sore. Janë sekondat e fundit e krejt takimit. Do goditje nga pika e bardhë. Koqiu. Shpejtari i skuadrës për skuadrën Sporting. Leshi. Albizajti. Përsëri grështon portieri Koqiu. Shikojmë, do ketë nga pika e bardha apo jo? Do ketë takim me delegatin, gjyqtari kryesor i takimit. Shikojmë vendimet që do merren, ndoshta do t'jenë nga pika e bardhë, që do goditen penaltitë. Shumë cila portë do bëhen goditjet e penaltive. Duhet dalë finalisti i parë dhe kjo do vi nga pika e bardhë, pasi i gjithë takimi ka përfunduar me rezultatin 2-2.
portier të mirë kemi pasur në këtë me pesë. Ka dhe porta ai. Tash më mirë se ai që kemi. S'kemi gjë. Është shumë vështirë para ka dhe kishim mundësi të bëni golat si bën. E morën letë më. Kotë, unë bën tratoratë. Și penalti inshallah për te. Është vështirë, shumë vështirë është. Nuk e dim po na ndihmoj fati zoti. S'kemi portë, kemi portier. Ma Klajdi, ma çdo bëhet? Kujdes! Një gjitha partë, s'te gjë. Pëjt në një. Hadi rregullici. Veramente. Bravo. Questo è parecchio. Se con bad non gli ma. Kur bëhet, shtype kështu. Po këtë shtyp. Është i shigjet, është i... A është i gjeta? Po. Pritet nga pika e bardhë. Të parë do t'jetë skuadra e FC 12, që do gjojnë të parë drejt kuadratit të portës, aty ku është Koqiu. Shikoj kush do ma përsipër goditjen e parë. Që shikojmë kush do t'jetë Arbizdajti. Bujot! Ka shpërdorua. Rasti Arbizdajti. Radhën e ka skuadra e Sporting përballë portierit. 1-0. Shikojmë 1-0 për skuadrën e Sporting. Nuk ka pika e parë, po është nga mezi fushës. Përballë portierit është Allushi. Ka shpërdoruar dhe Allushi. Lamaj. Shkoj çfarë do dhuroj Lamaj. Ka realizuar golin FC e dytë, shikojmë në Shikojmë është barazuar gjithë shka tashme në rezultati golave 1-1. Që kush do marrë përsipër për godit kuadratin e portës është Zefi, Laçani Zefi. Rjet një para FC 12. 2-1, tash radhën ka Sporting. Ndoshta Pashka bën mrekullim për FC 12. Ka realizuar përsëri do t'je FC 12 Leshi. Barazot gjithë 2-2, shikojmë të është do bëj. Goli tret për FC 12. E ka Sporting. Do shta Pashka, Klajdi Pashka për mrekullim kësa radhe.
ka fitoj FC 12. Kualifikohet FC 12. Kualifikohet FC 12. Kjo është fati i që ka bërë sot FC 12, duke ardhur nga rreth i mezifushes, 5 futbollistë, ka numër rastin e fundit skuadra e Sporting dhe kështu shkon në finale skuadra e FC 12-s. Miru pafshim takimet e tjera.